Triçar ka gjë rushta. Ka qenë shkas që ti të shkosh? është sebeb, shkas, që unë të shkoj për herë të parë në xhami edhe prej atij momenti mos ndalem kurrë. Do me thonë, të vazhdoj deri dita sot. Për me mos më marrë shumë kohë. Kjo po du me shpjegu sepse janë disa gjëra që është thuhet edhe është e vërtet që asgjë nuk ndodh pa një arsye. Tani unë kom qenë 9 vjeç e gjys kur Petriti ka lind, gjyshja e tij zoja Letafete ndjesi pa shpirti, ka ndru jetë edhe pse në moshë goxha të madhe, 90 e kusur vjet, ka qenë një gru shumë e dashun. Ka qenë koqësia jonë i parë ku kom banu në Dardani edhe unë kom qenë dhome dhe dalë për i dhome se shumë nanën tem djerë duke dalë të dera me një çokoladi që ka e zbukurume, dekorume, diçka me letër, ashtu vizluse edhe ku po shkon? Që po shkoj të Zalita Fet. Pse? Po i ka lind djali, po më tregon i ka arnipi për e në shpesën, atë vjedhon, hajde. Edhe i na shku, do me thonë, veç kemi kalu rrugën në katin tonë, katin e 4, edhe kur kom hymë randa, Petriti ka pas 3 dit, apo 4 dit, i vogël edhe ma ka njep në dorë. Edhe kom lujt me të, dishka, buli. Po mendoj, këtë fmi që kom bajshën preher, ka ndodhë që pas 26 viteve me qenë personit që për herë të parë do të shkoj në xhami me të, sepse Petriti është praktikues i islamit para lufte, do me thonë që është për vitit 97 nëse nuk gaboj. Edhe ja që kur nuk e din kush mundet me u bo shkak për çka. Ti e bo ndonjëherë shkak për dikë tjetër? Po, jom bo, pa dyshim, edhe më vjen mirë që jom bo, personin fjallë është Haxhi, është koxha djali, devotshëm është berber, emrat po i harroj, oh my god. S'ka problem, nëse t'na dëgjon, ne dim për kë është fjalla, kështu që përshëndesim. Patjetër. Okej.